Kreu i BDI-s Ali Ahmeti në mbledhjen e 4 të Këshillit të Përgjithshëm që është mbajtur në Likov, siç thuhet në komunikatën partijake, ka kërkuar analizë të thelluar të situatës politike dhe orientim të strukturave partijake për periudhën në vijim. BDI, siç thuhet në komunikat, shpreu shqetësim për atë që e cilësoi si tendencë për gryerjen e marrëveshjes paqësore të Ohrit, duke e paralajmëruar pasoja serioze për stabilitetin e vendit dhe procesin integrues drejt Bashkimit Evropian. Në aspektin e zhvillimeve të brendshme, në komunikat potencohet se BDI ngriti akuza për presion politik ndaj ish-zyrtarëve të saj, konkretisht ndaj Blerim Bexheti dhe Fatmir Dehari. Partia theksoi se mbështet kontrollin institucional dhe transparencën, por kundërshton, siç u shpreh, drejtësinë selektive dhe të motivuar politikisht, duke ju referuar rasteve në Saraj dhe Kërçov. Kanë reaguar edhe nga koalicioni Vlen. Reagimi i tyre ka të bëjë me gjuhën shqipe në provimin e jurisprudencës. Vlen doli me akuza se BDI ka patur 5 ministra shqiptar në drejtësi, por siç thon gjuha shqipe u la jashtë provimit të jurisprudencës. Vlen në komunikat përmend emrat e Blerim Bexhetit, Adnan Jasharit, Valdet Xhaferit, Bilen Saliut dhe Krenar Llogës, duke e quajtur 5 mundësi për ta ndrequr një padrejtësi dhe sërish, sipas Vlen, studentët shqiptar mbetën jashtë mundësisë për ta dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Dokumenti nënshkruar nga Talat Xhaferi e bulos të vërtetën për përjashtimin e Shqipës nga provimi i jurisprudencës. Edhe më rënd, ky ligj kaloi me badenter, pra edhe me votat e deputetëve shqiptar të asaj kohe, thuhet në komunikatën e Vlenit. Sipas tyre, e gjithë kjo e zhvesh deri në palc BDI-n dhe mashtrimin e saj. Në opinion bëjnë patriotin, në institucione votonin dhe firmostin kundër shqiptarëve, thuhet në reagimin e koalicionit Vlen.